Për çdo problem ose informacion tuajin, Fix Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanor i lënë në sekretarin ton do të ndiqet nga gazetarët e Fix Fare. Bravo vajza, bravo. Tani vajza reatori pak se do merremi sot me një temë e cila për fatin ton të keq si shoqëri nuk është rast i izoluar. Domethënë ka shumë raste të tilla në Shqipëri, por për fat mirë nga ana tjetër ka gjetur një lloj mbështetje dhe një lloj zgjidhje le të themi. Por le ta trajtojmë nga fillimi. Bëhet fjalë për familjen e Gjuliana Muçajt, e cila është një familje e përbërë prej 6 personash nga Skapari. Është detyruar të vijë të jetojë në Tiranë. Pse? Sepse kjo familje, ndër këto persona, ajo ka 2 fëmijë, 2 djem, që i ka të sëmurë. Njërin e ka të spektrit autik, ndërsa tjetrin e ka të paralizuar. Më keq s'ka ku të shkojë. Po, më keq s'ka ku të shkojë. As armikun, pra mos e pafsha në këtë Dhe pse kanë ardhur në Tiranë? Tani, kanë ardhur në Tiranë vetëm për një arsye, për 2 arsye. E para për t'i patur spitalet afër, pra po them mjetet e duhura për t'i kuruar fëmijët. Dhe e dyta është se në fshatin e tyre në Skapar nuk po gjendet më asnjëri sepse të gjithë kanë ikur dhe s'ka kush ta ndihmojë. Pra në Skapar nuk merr dot një shërbim bazë, po thua. Kjo tregon këtë pabarazinë e thellë, që të duhet që të vish në qytet që të marrësh shërbimet bazë, siç është mjekësia në këtë rast. Të dëgjojmë një herë ankesën dhe të shohim pak kushtet dhe se si ajo zonjë ja del me këta 2 fëmijë. Miq të Fiksit, ju përshëndes nga qyteti i Tiranës. Këtu ndodhem në familjen Muça. Pra meje është zonja Gjuliana Muçaj, nëna e 3 fëmijëve, 2 djemve dhe 1 vajzë. 2 djemët e saj të mëdhenj janë të paralizuar. Kjo nënë kërkon një mbështetje shtesë, pasi djemët marrin kemp, por ajo pagesë është e pamjaftueshme për të përballuar sfidat e tyre financiare, por edhe sfidat në kujdesin e tyre të përditshëm. Zonja Gjuliana, për çfarë je drejtuar emisionit Fix Fare? Unë jam drejtuar, kam nevojë për ndihmë, se kam 3 fëmijë. Djalin e madh e kam 20 vjeç, është i paralizuar, vuan ataksia, edhe djali i vogli pra për 15 vjeç, edhe ai vuan ataksia. Kanë të 2 të njëjtin problem, po i madhi është shumë agresiv. I vogli gjithë ditën vetëm ja bën një zhurmë, nuk pushon asnjëherë. Po ule pranë të kafshon. Unë kam nevojë shumë për ndihmën tuaj, se nuk ja dal dot. Ata marrin paketën e plot, 450.000 lekë. S'mund ta fshek këta, po nuk dalin. Dhe ilaçet prapë që ju ja për të qetësuar dhe kështu, po i kam vizituar te mjekët kur kam ardhur në Tiranë. Unë kam jetuar në fshat, po aty ishte nuk kisha përballim se sëmurshin. Unë nuk kisha ku t'i çonja vetëm. Burrin e kam, po është i vetmi që mund të punoj. Dhe me orar të reduktuar, se kur bëhet agresiv djali i madh, u s'mund ta mbaj dot. Fëmijët kanë lindur kështu? Po, kanë lindur, nuk e dija që në fillim për djalin e madh, se më thoshin është nga temperatura. Po kur bëra djalin e vogël, atëherë u vërtetua gjithçka që ishin të lindur. 2 fëmijët e mi që u skjetoj dot pa ta. Se mos e di, më ka vajtur shumë. Kush kujdeset për ta vetëm ti? Vetëm unë, më ndihmo dhe bashkëshorti, pa i duhet të punoj. Vetëm unë kujdese për të 2, për të 3, edhe kam dhe plakën. Edhe ajo është smur. Vetëm duart e mia. Cilat janë të ardhurat tuaja? Merr plaka 150.000 lekë. Merr pensionin, po merr pension kooperative. Dhe paketa e fëmijëve që marr të kempit, po ato është e pamundur që ne të jetojmë. Punoj bashkëshorti ndonjëherë, po nuk dalin të ardhurat tona. Na e keqja kam ardhur këtu në Tiranë, se në fshat nuk jetoja dot.
mikë njerëzit, më së mosha një fëmijë s'kisha ku ta linja tjetrin, plakën. Djalin e vogël siç është në kurrizë, ngre për ditë na krevati që sjell këtu në dhomë. Të si të fare, kurse të madhin e marrë shumë e vështirësi, po të brap. Kur bëhet agresiv më shkur flokët. A i vogli më kafshon, jo mua, po çdo njeri që mund t'i rri pranë, do ruhet, se i dhe mos u afro shumë se mund të kafshoj. Edhe pse u përdor ilaçet, është e pamundur. Pra, gjysma e lekëve që ata marrin për kempe i shkon vetëm për ilaçe, pampersa? Po, ilaçe, pampersa, me detergjencë adaltot, se ata bëhen pise, janë fëmijë të smur. Drita shkojnë shumë. Këtu jeton me qira? Po, me qira. Sa kohë ka? Kam 7-8 muaj. Për të qenë më afër spitalit? Më afër spitalit, më afër njerëzve që të më ndihmojnë kur kam nevojë. Dhe e keqja kam ardhur. Spitali s'ka, se në qytetin e Çorovotës s'ka me doktor, do ikja në Berat, na Berati mund nisnin për Tiranë. A je munduar të gjesh një punë për vete sa po erdhe në Tiranë? Fillova një 2 muaj, po ishte pa mundur, nuk i mbani do të fëmijë, se këta nuk rrin pa mua asnjë sekond. Vetëm qanin e më dukshte sikur i torturonja që linja pastore. Jo se jam e zonja të punoj, kam fuqinë e gjithë botës të punoj, po jam e lidhur, kem betuar. Jo kuptoj të gjekë, mos kemi. Ai, kurse këve të mua. Çfarë ndihme do konkretisht? Unë si fillim kam nevojë që të kem një banesën time. Të paktën ato lekë të qeras, tu e ble ushqim fëmijëve, të paktën të ngopin barkun. Pra, dashur miq, ky ishte realiteti i një nëne, një familje shqiptare. Në fakt, kjo është pasqyrë e dhimbshme e shumë familjeve shqiptare, Juli, që e përjetojnë këtë dramë, këtë dhimbje mes varfërisë në heshtje. Pam se si kjo nën me 2 fëmijë të smur, me një familje për 6 personash, ku ajo është detyruar të mbaj edhe persona tjerë, bashorti i saj është i detyruar të punoj me ditë të caktuara, me pak kohë që të kujdeset pastaj për fëmijët. Se duhet të jetë prezent në shtëpi. Pra, një realitet i hidhur në këtë vend që pretendon të futet në Europë sa më shpejt, apo jo ti, Gjemi, se kjo është jo. Megjithatë, Kenti nuk është i mjaftueshëm pastaj nga ana tjetër, sepse ato para duhet shkojnë për pampersa apo për ilaçe, ndërkohë që duhet paguar edhe qiraja. Mendo tani ëndra saj kush është? Është që të ketë një shtëpi të vetën, që të mos detyrohet që të lëviz nga njëra shtëpi në tjetrën me fëmijët e saj të smur. Pra, ëndra është një kërkesë ekzistenciale. E kupton që s'duhet të ishte ëndër, duhet të ishte normalitet, pra të ketë një vend të rehatshëm ku të vitë. Mirë, po pas evidentimit të këtij rasti nga Fix Fare, është pikërisht stafi Fixit që ka kërkuar një bashkëpunim, le të themi, me Fondacionin Firdeus. Nga përfaqësuesit e fondacionit është Ilir Hoxholli, të cilin ne e përshëndesim shumë dhe e falenderojmë, të cilët kanë ofruar një ndihmë për këtë familje. Ta shohim. Për rastin e familjes Muça, emisioni Fix Fare kërkoi mbështetjen edhe të Fondacionit Firdeus, të cilët u treguan të gatshëm për të bashkëpunuar duke ofruar një vit pagesën e qirasë së shtëpisë për familjen Muçaj edhe disa ushqime. Së pari të falenderoj ty, Angela, për një arsye shumë thjeshtë, sepse edhe bashkë edhe me Fixin, bashkë edhe me Julin edhe me Xhemin, se jo çdo rast mund të arrit vit deri tek neve. Që do të thotë që kjo është një rast i rëndë, që ne do ta shohim me prioritet. Së pari mendojmë ndihma ushqimore për momentin e parë, dhe pastaj me një kalim të komisioneve që ne kemi rregullat tona të plotësimit dosjes, mendojmë që t'i bëjmë edhe një përkrahje me një ndihmë ekonomike, e cila t'i lehtësojë atë që ju thatë sa më shumë për pjesën e qeras. Falenderojmë shumë Fixin për këtë vëmendje që jep rasteve, dhe duke qenë gjithë bashkë, mundemi që pas shfaqjes dikush tjetër ne mbulojmë një pjesë kohë, mbulojmë pjesën e qeras, dikush tjetër mund të vazhdojmë ushqime, dikush tjetër mund të japë një vend pune më të mirë, dhe kështu gjithë secili bashkë të nxjerrim dikë nga problematikat dhe nga hallet që ka.
sot kemi ardhur me lajme shumë të mira. Fondacioni Firdeus ka vendosur që të marrë përsi për t'ju paguaj për një vit që ranë e shtëpisë. Përveç asaj ne kemi sjell edhe disa pako me ndihma ushqimore për t'ju ardhur sa do pak në ndihmë ty dhe bashortit tuaj për të kujdesur për 2 djemt tuaj të cilët vuajnë nga spektri autik. Faleminderit shumë, ju falenderoj të gjithëve, ata që vunë dorë mbi mua dhe mbi fëmijët e mi. Shumë faleminderit për jush, të gjithë ata që kanë kontribuar. Zoti ju shpërbleft. Ilena, ne tani të urojmë vetëm shëndet edhe të mira. Rofshi, shumë faleminderit për jush. Zonja ne falenderon ne falenderojmë në fakt fondacionin për mbështetjen që i dha kësaj familje në nevojë, duke qenë se ndezi një shpresë pozitive për ta. Patjetër që kjo ndihmë është humane, po e mira do ishte që ndihmat mos vinin vetëm nga fondacionet private. Po e mira do ishte që të vinin ndihmat edhe nga institucionet shtetërore. Moj Xhemi, çka kërkon ti tash? Tani ne bëjmë mirë, ti bëjmë një thirrje gjithë atyre bizneseve e njerëzve që kanë mundësi që sa të kenë mundësi ta ndihmojnë këtë familje dhe jo vetëm të familje, po shumë familje në të tilla rrethana. Duke qenë se ka nevojë për mbështetje të vazhdueshme. Ka një hall të përjetshëm do të thonë. Sa për shtetin, S'po një gjojt. Jo, mos një gjoti, s'kemi punë me tyre. Por shqyqyr që ka njerëz të mirë dhe ka edhe, po them, instanca tjera që mund të t'i ndihmojnë dhe na bëhet shumë qefi për këtë familje dhe i urojmë sa do pak... Po me sa më shumë lehtësirë. Publicitet.